Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 13 në Radio Televizioni Publik të Kosovës. Një burr nga Prizreni dyshohet se ka therrur me thik bashkëshortën dhe vajzën e tij të mitur mbrëm pas mesnatës. Për të mësuar më shumë lidhur me këtë ngjarje, flasim tani me gazetaren ton Nora Gjuzi, e cila ndodhet pranë emergjencës në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Nora, përshëndetje edhe një herë, cilat janë të rejat e fundit të lidhur me këtë rast? Përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit tanë. Ne saktësisht tani më ndodhemi tek emergjenca në Spitalin Rajonal të Prizrenit, ku mbrëm pas mesnate policia ka marrë informacion për një rast i cili dyshohet pra që një burr ka therrur bashkëshortën dhe vajzën e saj. I dyshuari rreth moshës 51 vjeçare, policia në vendin e ngjarjes e ka arrestuar, ndërsa 2 viktimat janë sjellur menjëherë në qendrën emergjence këtu në komunën e Prizrenit për të marrur trajtimin mjekësor. Edhe për RTK-n, shefi i emergjencës për neve e konfirmoi që rastin e kanë pranuar, por se fatkeqësisht 2 viktimat vazhdojnë të jenë në gjendje të rëndë shëndetësore edhe pse po marrin trajtimin mjekësor këtu në emergjencë. Policia ka arrestuar personin, prokuroria ka ndaluar atë fillimisht për 48 orë, duke e akuzuar atë sipas tyre për veprën penale, tentim vrasje dhe armëmbajtje pa leje, dhe rasti tashmë po hetohet edhe nga policia. Këto janë informacionet e fundit për rastin tragjik i cili ka ndodhur mbrëm pas mesnate në komunën e Prizrenit. Nora, a keni marrur vesh, a dihen deri më tani motivet që quan drejt këtij sulmi? Jo, motivet ende nuk dihen, sipas policisë motivet ende, pasi që rasti ende po hetohet, por policia çfarë e konfirmoi atë ishte që ata janë shtetas të Kosovës, duke qenë se policia na informoi se aludoi që mund të jenë shtetas të huaj, por zyrtari për informim në rajonin e Prizrenit nga policia kanë se ata janë shtetas të Kosovës. Këto janë vetëm informacionet e para. Ne tani më do të kalojmë edhe tek prokuroria pas kësaj lidhje të drejt për të marrë informacionet më të tjeshme dhe më të hollësishme për rastin tragjik. Nora, unë të falenderoj shumë për të linjë të drejt për drejt. Një person është lënduar mëngjesin e sotëm si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur në autostradën Ibrahim Rugova në drejtimin Prishtinë-Prizren. Në aksidentin që ndodhi rreth orës 8:05 minuta në kilometrin e 25, njësia trafiku të autostradës ka njoftuar se janë përfshirë 2 automjete, njëri prej të cilëve kamion me targa 01. Shkaki i aksidentit dyshohet se ishte mjegulla e dendur. Sot në Tiranë bëhet protesta e thirrur mbarkombëtare në motën Unë jam UÇK. Protesta është organizuar në mbështetje të krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Nga OVL e UÇK-s kanë konfirmuar pjesëmarrjen e mbi 70 autobusëve me ish ushtar nga Kosova për protestën e sotme në sheshin Skënderbej. Protestë me qëllim të njëjtë është mbajtur në shtator edhe në Hag e më parë në Prishtinë. Ndërkohë tashmë në Tiranë kanë filluar të mbërrinë edhe qytetarët e parë që do të marrin pjesë në protestën e thirrur nga organizatat e dala nga lufta e UÇK-s. Dhe për të mësuar më shumë rreth këtij organizimi dhe masave të sigurisë që ka ndërmarrë shteti shqiptar, flasim me gazetarin e Radio Televizionit Shqiptar, Norel Zaimi. Norel, përshëndetje nga Prishtina nëse po më dëgjon. Gjitha përshëndetje, ju dëgjoni, ndodhemi në sheshin Gjergj Kaqëro Skënderbeu, ku më shumë se kur ky shesh në fakt do të bashkohet gjithë shqiptarët e trojave sot. Dhe siç e thatë edhe juve, kanë filluar përgatitjet e para pas shkinës son, do të shikoni edhe një tribunë që është ngritur mbi monumentit të Gjergj Kaqëro Skënderbeu, aty ku do të mbahen fjalimet e të gjithë atyre personave që do të vinë sot dhe do të mbajnë këtë protestë. Nuk e di nëse keni pyetje apo ju japim informacione të tjera. Norel, cilat janë masat e sigurisë që ka ndërmarrë shteti shqiptar dhe kush pritet të marrë fjalën dhe t'u drejtohet protestuesve atje? Atëherë, që prej mëngjesit të ditës së sotme, organizatorët, të cilët janë mbi 6, siç e thatë edhe ju, janë mbi 16 shoqata që janë bashkuar edhe nga Republika e Shqipërisë, kësaj proteste mbarkombëtare, po ashtu dhe nga informacionet që ne kemi, kësaj proteste do t'i bashkohen të gjithë shqiptarët e trojave, duke nisur nga Tuzi, nga
nga fshatra të rreth Tuzit apo nga Maqedonia e Veriut, se të gjithë diaspora e Shqipërisë ka mbërritur dhe mendohet që kjo protestë të kaloj, të gjitha protestat që janë zhvilluar këtu sheshin Skënderbej që kryesisht kanë qenë politike. Masat e shtetit shqiptar në fakt kanë qenë masa që prej hyrjes së të gjithë automjeteve, autobuseve apo makinave të tjera në kufilin në Kukës, në kufilin Morin janë shoqëruar dhe shoqërohen me ato kolonat e policisë rrugore, ndërkohë që edhe këtu në kryeqytet në fakt sheshi kryesor bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe Dëshmorët e bulevardit Nën Tereza në fakt janë vendosur panele të cilat do të orientojnë lëvizjen e të gjithë protestuesve që do të vinë, do të parakalojnë dhe më mandej do të pozicionohen në sheshin Qeqkasiotit Skënderbej. Në fakt unë kam folur me disa prej organizatorëve shqiptar në fakt të cilët ndodhen këtu në Shqipëri. Ata kanë thënë se kjo protestë në fakt edhe pse bëhet kundër këtyre akuzave të rreme që hiten ndaj epopesë së luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës, në fakt ka edhe një domethënie tjetër. Duhet luftuar në fakt termi kosovarizmit apo sepse ata gjithë thonë një zëri që kjo është një protestë mbarkombëtare dhe është një protestë që i dedikohet kombit shqiptar, në fakt dhe nuk ka asnjë komb tjetër përveç kombit shqiptar. Atmosfera këtu në sheshin Skënderbej në fakt është më e gjallëruar se kur, sepse ka shumë turistë në fakt që e shohin me kuriozitet se çfarë do të ndodhi, edhe nga Ciceronët që ata shoqërohen është thënë që këtu do të jetë një protestë mbarkombëtare, në fakt e para protestë që edhe organizatorët në fakt e quajnë një protestë e cila nuk është protestë politike, por është një protestë e cila ka nisur, siç e thatë edhe ju, nga veteranët e luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës, po ashtu edhe nga të gjitha organizatat e dalat e luftës, po ashtu dhe shoqatat kombëtare të cilat operojnë dhe veprojnë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Po ashtu edhe nga palët politike, dje në fakt në Tiranë, Parlamenti i Shqipërisë ka zgjerë në fakt një debat të madh, sepse kjo protestë në fakt e ka kthyer atë në një mollë sherri. Në fakt e debatet mes palëve politike në Shqipëri, siç e keni ndjekur edhe ju, në fakt edhe prej kryeministit të Kosovës apo kryeministit të Shqipërisë, në fakt ka shkëmbyer disa debate dhe akuza në fakt në distancë, por Partia Demokratike dhe lideri demokrat Sali Berisha ka njoftuar se nuk do të jetë pjesë e vendimit i Partisë Demokratike, ndërsa nga informacionet që kemi mendohet se nga Partia Socialiste do të ketë pjesëmarrje. Po ashtu pjesëmarrje do të mendohet se mund të jetë ish presidenti i Republikës së Shqipërisë, po ashtu edhe përfaqësues të lartë të politikës në Maqedonisë së Veriut, Vjosa. Linja për ju në studio. Norel, unë të falenderoj shumë për të linjë të drejt për drejt dhe për gjitha këto informacione që solle për shikuesit e radio televizionit të Kosovës. Protesta e sotme në Tiranë është thirrur nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s dhe ka për qëllim të kërkoj drejtësi për të akuzuarit në Hag dhe të mbroj vlerat e luftës shqirimtare. Gazmend Sylla, nënkryetari ovale UÇK-s, në deklarat për RTK-n, vlerësoi se kjo pritet jetë një nga protestat më të mëdha që nga përfundimi i luftës, duke theksuar mobilizimin e gjerë në të gjitha trojet shqiptare dhe në diasporë. I kena bërë gjitha veprimet e qërdash, do të thotë ju kena bërë shkresa institucione përkatëse për lejimin e shfrytëzimit të hapësirës publike, e pastaj policisë shtetit, shërbimit ambulantor, dhe gjitha atyre institucione që na duhet për mbarvajtjen e proteste ashtu me nivelin më të lartë. Dhe kanë përfunduar gjitha këto përgatitje, tani vetëm jemi të sheshi, edhe kjo bina, zërimi, gjona tjera, pothuajse veç kanë filluar, po shumë shpejt do përfundojnë edhe jemi të gatshëm i pritë se gjithë ata pjesëmarrëse do të jenë pjesë në këtë protestë. Institucionet e tjera shqiptare kanë qenë në nivelin më të lartë, do të thotë të kryerjes detyrës tyre. Kemi le kërkesat tona që gjitha ato kërkesa që i kemi pas ato në kohë reale janë plotësuar, po kemi pas edhe lehtësira tjera që ju themi drejtën nuk e kemi kërkuar. E prandaj kanë qenë tepër nivel dhe i falenderojmë shumë sepse pa ta nuk kishim mujt me bë protestën ashtu nivel në çfarë ne po dëshirojmë, sepse mendojmë se kjo protestë do të jetë më e madhe e organizuar në herë, edhe ky shesh ka me mbledh më shumë të shqiptar në herë që nga koha pas luftës. Mbrojtja e Hashim Thaqit, e përfaqësuar nga avokati Luka Mishetliq, ka njoftuar se nuk do të mbështetet në dëshminë e 3 dëshmitarëve të saj në rastin në të cilën klienti i saj akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit së bashku me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin. Veç kësaj, mbrojtja tha se miratimi i autorizimit për një dëshmitar është vonuar me arsyetimin e mbylljes së përkohshme
të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, siç raporton Betimi për Drejtësi, mbrojtja ka parashtruar në parashtrimin e 10 tetorit 2025 se pret miratimin për këtë dëshmitar dhe se ky do të jetë i fundit i thirrur nga mbrojtja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë përditësimin e të dhënave nga qendrat komunale të numërimit dhe nga vlerësimi i pakove me flet votime të supozuara që i takojnë votimit me postë për votuesit jashtë Kosovës. Sipas Valmir Elezit, zëdhënësit të KQZ-s për votimin jashtë Kosovës, i realizuar përmes postës, procesi i vlerësimit të pakove të supozuara me flet votime është drejt fundit. Sipas të dhënave zyrtare nga 23 kuti postare janë tërhequr 33.841 pako të supozuara me flet votime. Elezi sqaroi se janë aprovuar 29.000 pako me flet votime të diasporës, kurse janë refuzuar rreth 3.900. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, ka takuar zëvendës drejtorin menaxhues të Fondit Monetar Ndërkombëtar BOLI. Gjatë takimit, Ismaili paraqiti zhvillimet në ekonominë e Kosovës, përfshirë ecurinë e sektorit financiar, stabilitetin financiar dhe progresin në reformat strukturore. Në njoftimin e BÇK-s, theksohet se takimi rikonfirmoi përkushtimin për thellimin e partneritetit institucional ndërmjet BÇK-s dhe FMN-s në funksion të përmbushjes së objektivave zhvillimore dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike të Kosovës. Gjatë qëndrimit në Washington DC, delegacioni i BÇK-s do të vazhdojë takimet bilaterale me përfaqësues të lartë të FMN-s dhe Bankës Botërore. Gjykata themelore në Ferizaj ka dënuar me 13 vjet burgim unik një të pandehur për shkak të veprës penale në vazhdim sulm seksual dhe keqpërdorim seksual i personave nën moshën 16 vjeçe. I pandehuri kësë akuzohet se në periudat të ndryshme kohore gjatë viteve 2012, 2013 dhe 2018-2022 ka ushtruar veprime të ndaluara seksuale ndaj 2 të miturave të moshës 12 dhe 14 vjeçe. Edicione vazhdoj me lajmet nga bota. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky do të takohet me presidentin e SBA-s Donald Trump në Washington, ndërsa Trump shqyrton nëse do të pajis Ukrainën me raketa Tomahawk të afta ta godasin thellë Rusinë. Takimi midis Trump dhe Zelensky vjen një ditë pasi Trump tha se ishte bërë përparim i madh gjatë një telefonate me presidentin rus Vladimir Putin, me të cilët palët ranë dakord për bisedime ballë për ballë në Hungari. Trump tha se telefonata e parë me Putinin, që nga mesi i gushtit ishte shumë produktive, duke shtuar se ekipet nga Washingtoni dhe Moska do të takohen javën e ardhshme. Ndërsa Zelensky mbërriti në SBA, vizita e tij e tretë që nga janari, ai tha se Moska po nxitonte të rifillonte dialogun sapo të dëgjonte për Tomahawkët. Zelensky ka bërë thirrje SBA-s që t'i sigurojë Ukrainës raketat e përparuara, të cilat kanë një rrezë veprimi prej 2500 kilometrash. Duke shkruar në platformën e tij Truth Social pas përfundimit të telefonatës së tij me Putinin, Trump tha se ai dhe presidenti rus kaluan shumë kohë duke folur për tregtin midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara kur të mbarojë lufta me Ukrainën. Trump tha se këshilltarët e nivelit të lartë nga dy vendet do të takohen në një vend të paspecifikuar javën e ardhshme me sekretarin e shtetit Marco Rubio, që do të kryesojë delegacionin amerikan. Trump tha gjithashtu se do ta informojë Zelenskyn mbi bisedimet e tij me Putinin të premten, duke shtuar se unë besoj se u bë përparim i madh në bisedën telefonike të sotme. Ai më vonë u tha gazetarëve se priste të takojë me Putinin në Hungari brenda 2 javësh. Disa orë para telefonatës Trump-Putin, Rusia nisi një nga sulmet e saj më të mëdha të vitit në Ukrainë, duke përfshirë 28 raketa balistike dhe 320 dronë sipas ambasadorës së Ukrainës në SBA. Gjatë fushatës së tij zgjedhore presidenciale, Trump pretendoi se do të ishte në gjendje të jepte fund luftës në Ukrainë brenda pak ditësh, por që atëherë ka pranuar se zgjidhja e konfliktit ka qenë më sfiduese se çdo konflikt në të cilin ai është përfshirë që kur është kthyer në pushtet. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 15.